Kur do të publikohet për publikun, ku do të jetë, ku mund ta blejnë librin? Unë bisedova pak më parë. Po, ende s'ka vendosur. Nesër. Po që do të përmes Facebookut tuaj. Nesër ose pas nesër është vendosni, po. Nesër pas nesër do dali pastaj. Edhe përmes familja jonë ju informojmë dashur meq, ku mund ta gjeni, sa do të kushtoj, e shumë informata tjera, sepse këtë libër, këtë ekzempllare kam në duar unë vetëm sot për xhirim, ende nuk është i gatshëm për audiencën dhe për shitje. Ky libër mund të shitet vetëm për studentët të mjekësisë, të cilët dëshirojnë ta njohin edhe anën shkencore dhe fetare dhe ta kombinojnë, apo mund të jetë edhe libër që shuan kurreshtjen e atyre që s'kan bën me mjekësinë, po thjesht duan të marrin përgjigje. Për të dy partë. Për të dy partë. Është interesante sepse rrallë herë kemi kësi krahasime, na kemi ndëgjuar tema të tilla. Doktor Halili gjithmonë me librat e tij ka bën një revolucion, një ndryshim, ka prek tema shpesh që se kemi menduar që duhet me i prek, siç është edhe kjo të krahasimi. Dhe unë si autore e emisionit mora guximin me bë këtë intervistë, marr parasysh që i ka të dy eksperiencat. Jo çdo kush ka të drejtë të bëjë një krahasim të tillë, por dikush që është i thirrur dhe punon me pacient, bën hapjen e një pacientit, e ka në sallë, e ka nën menaxhim bashkë me anesteziologun dhe njëkohësisht shkon, lexon libra fetar, kryen rituale fetare, një nga afër edhe ritualet edhe praktikat fetare. Një krahasim të tillë mund ta bëjë një person i tillë. Jo çdo kush është i thirrur, qoftë edhe vetëm një që njeh vetëm fen, apo qoftë vetëm dikush që njeh vetëm shkencën. Por duke njohur të dyja, edhe libri është një libër i guximshëm, po edhe unë po ata një guxim që ta trajtoj si temë, di që jashtë mund gjykohem, jo po është vetëm doktor, jo po nuk është haxhi, jo po këtë, jo po i ka të dyja ekspertizat, i ka të dyja njohurit dhe i ka kombinuar. Apo trajtohesh. Libri është në fakt i shkruar nga shkencëtarët që njohin procesin shkencor, por edhe nga hoxhallarët. Është një proces që çdo njeri i mbetet çdo njerit për ta vlerësuar dhe për ta shiquar që është një diskutim për popullatën tonë që të shohim konkretisht se çfarë lidhshmërie ka besimi fetar dhe shkenca në jetën tonë. Unë, doktor Halili, kisha lexuar një tjetër thënie që të karakterizon juve si profesionist. Në gjithë rrugtimin tim si mjek dhe si besimtar musliman, kam kuptuar një të vërtet themelore, se njeriu nuk shërohet plotësisht vetëm kur kurohet trupi i tij, por kur preket me kujdes edhe zemra, ndërgjegja dhe shpirti i tij. Pikërisht aty takohen mjekësia, besimi dhe madhështia e jetës. Kjo, Patricia, në çdo thënie e paraqet lidhshmërinë dhe atë që kemi të bëjmë me besimin tonë fetar.